Për 35 vjet, një dosie e vullosur me damkën sekret shtetëror ka qëndruar në thellësitë e arkivave të sigurimit të shtetit shqiptar. Brenda saj, një fotografi e zbehur tregon një grua të re me sy të mdhenj dhe buzëqeshje që dikur bëri të rrihte zemra e një kombi të tërë. Në këndin e poshtëm të djathtë, një shënim me doshkrim të kuq, armike e popullit, të fshihet çdo gjurmë. Kjo grua ishte Edi Luarasi, aktoria më e dashur e Shqipërisë, një ikonë e ekranit që nga dita në natë u shndërua në fantazm. Për 8 vjet me radhë, emri i saj u gris nga çdo kronikë kinematografike, çdo fotografi familjare, çdo kujtesë zyrtare. Vetëm të afërmit e saj dinin se ajo ende ekzistonte diku, në një fabrikë të ftohtë, duke qepur rroba për të mbijetuar. Kush e traftoi? Kush e dënoi një engjëll kombëtar në errësirë? Dhe pse vetë Enver Hoxha, diktatori që mbante në dorë fatet e miliona njerëzve, nënshkroi urdhrin që shkatërroi yllin më të ndritshëm të kinematografisë shqiptare. Sot, për herë të parë, do të zbulojmë sekrete që jam shehur me urdhër prej lart, dhe do të ndjekim gjurmët e një labirinti njerëzor, ku dashuritë, xhelozia dhe ambiciet fshehen një tradhti që shkoi deri në majat më të larta të pushtetit. Ishte viti 1963, kur Edi Luarasi hyri për herë të parë në skenën kombëtare. Ajo nuk ishte thjesht një aktore, ishte mishrimi i të gjitha ëndrave që një Shqipëri e varfër dhe e mbyllur mund të shihte në ekranin e bardhë. Flokët e saj të zinj binin si vale mbi supet delikate, dhe kur buzëqeshte, dukej sikur dielli kishte hapur një vrim në qiellin ngritë të diktaturës, debutimi i saj në skenë me rolin e Verës në dramën Detyrë e vështirë u kthye në një fenomen. Njerëzit bënin radhë për orë të tëra jashtë kinematografe për të parë atë grua që përshpëriste replikat me një zë që dukej se vinte nga një botë tjetër, më e pastër, më e bukur. Por prapa ekranit, jeta e Edi Luarasit ishte tufe kontradiktash. Vajza e një familje intelektuale nga Elbasani kishte rritur mbi shpatullat e saj pesha të rënda që askush nuk i dinte. Jati, një mësues i letërsisë së vjetër, ishte internuar në një kamp pune për disa poezi që kishin tingëlluar pak shumë nostalgji për të kaluarën feudale. Nëna e saj, një grua e heshtur dhe të friksuar, i kishte mësuar Edit që frika është mënyra më e sigurt për të mbijetuar. Por Edi Luarasi nuk ishte krijuar për të friksuar. Ajo ishte krijuar për të shkëlqyer. Në vitin 1968, Edi u martua me regjisori më i talentuar i Kinostudios Shqipëria e Re. Emri i tij ishte Mihal Luarasi, një regjisor i talentuar 20 vjet më i vjetër se ajo, me një pasion të zjarrt për artin modern. Martesa e tyre u soll si një përrall. Gazetat socialiste shkruan artikuj të mbenj ku përshkruheshin si dyshe e artit proletarian. Mihal ishte një artist i zjarrt që luftonte kundër dogmave të regjimit, por pikërisht kjo pasion për artin modern do ta çonte në tragjedi. Ai ëndërronte për një kinematografi që fliste gjuhën e njerëzit, jo të propagandës. Dhe kjo ëndër, në një regjim ku çdo mendim i lirë ishte krim, do ta zhderronte në shënjestër. Miqtë e afërt më vonë do të rrëfejnë se Mihal kishte filluar të shqetësohej nga vëzhgimet e vazhdueshme, nga pjetjet e çuditshme që bëheshin pas çdo premierë. Por ai nuk e dinte se koha e tij po mbaronte. Dhe as Edi nuk e dinte se martesa e saj, e lindur nga dashuria për artin, do të zhderohej në kurth. Kinostudios Shqipëria e Re ishte më shumë se një vend pune. Ishte një mikrokozmos i pushtetit komunist, ku çdo fjalë, çdo vështrim, çdo doshkrim lehtësohej si një kod politik. Regjisori i madh Dimiter Anagnosti, një njeri me sy të lodhur dhe duar që dridheshin nga nënshkrimet e shumta të skenarëve që duhet i mbronin nga censura partijake, e kishte zgjedhur Edin për çdo rol kryesor. Ajo është fytyra e kombit ton, thoshte ai në mbledhjet artistike. Por brenda mureve të Kinostudios qarkullonin të fshehtra më të errta. Kishte kamera të fshehura, sallone ku regjimistët e sigurimit të shtetit rrinin ditë e natë dhe dëgjonin biseda. Çdo person që punonte aty e dinte se edhe një shaka e gabuar mund të mjaftonte për të zhdukur. Në këtë klim të frikës, Edi Luarasi u bë miku i ngushtë i një gruaje tjetër, një aktore më e vogël në hierarki, por me një histori të dhimbshme familjare. Sipas disa dëshmive, ajo u bë e afërt me Liri Belishova, motra e një ish antari të biros politike, që tashmë ishte pastruar dhe internuar për deviacionizëm. Liri ishte bërë si hija e një gruaje të vdekur, fliste rrallë, buzëqeshte vetëm kur ishte e detyruar, dhe kur ulej në kantinat e Kinostudios, zgjaste duart e saj të dobta mbi filçanin e kafes, sikur të kërkonte ngrohtësi nga diçka më e ngrohtë se njerëzit që e rretonin. Edi dhe Liri u bën shoqe të fshehura. Në pushimet e filmimeve, ato shkonin në një park të vogël pranë liçenit artificial të Tiranës dhe biseduan për gjëra që askush tjetër nuk guxonte të përmend me zë të lartë. Për jetën jashtë Shqipërisë, për filmat e huaj që nuk do t'i shihnin kurrë, për fëmijët që nuk do t'i kishin kurrë, sepse frika ishte më e fortë se dashuria. Por dikush po i dëgjonte.
Në dhjetor të vitit 1972, në RTSH, u mbajt premiera e festivalit të 11 të këngës, ku Edi Luarasi shfaqi si prezantuese. Ishte një natë historike. Sheshi përpara ndërtesës së radios ishte mbushur me mijëra njerëz që duan të shikojnë idhullin e tyre. Grupe të rinj kënduan këngë revolucionare. Flamuj të kuq valviteshin në erën e freskët të dimrit. Edi erdhi në një fustan të thjeshtë të bardhë, me flokë të lidhur në një bisht kali, dhe kur u shfaq në ekran, turma shpërtheu në duartrokitje që zgjatën 5 minuta të plota. Por pak njerëz vullnërese gjatë gjithë ceremonisë, Mihal Luarasi, burri i saj, rrinte pak më prapa me një shprehje shqetësuese. Dhe pak njerëz vullnërese në radhët e fundit të sallës, një burr me kostum të zi dhe një çantë lëkure në duar, po mbante shënime në një libër të vogël. Ai ishte agenti i sigurimit të shtetit, dhe emri i tij do të ndërturej me fat e Edi Luarasit në mënyra që askush nuk mund ta imagjinonte. Atë natë pas premierës, Edi u kthye në shtëpi e lodhur por e lumtur. Mihal e priti në dhomën e ndenjes me një shishe verë dhe 2 gota. Për suksesin tënd, tha ai me një buzëqeshje të lodhur. Ajo piu verën, buzëqeshi, vera në gjumë duke ndëruar se një ditë ndoshta Shqipëria do të ishte e lirë. Ajo nuk e dinte se koha e tyre po mbaronte. A e tradhtoi dikush nga rrethi ngushtë, apo dikush tjetër më afër, më i fshehur, më i rrezikshëm? Pas natës së premierës së festivalit të 11, jeta e Edi Luarasit dukej se kishte hyrë në një epokë të re lavdie. Çdo gazetë socialiste e mbullonte me fjalë lavdërimi. Radioja kombëtare transmetonte intervista ku kolegët e saj flisnin për devotshmërinë revolucionare dhe talentin e lindur nga populli. Por në korridoret e ngushtë të apartamentit të saj në bllokun e artistëve, një lagje e vogël në periferi të Tiranës ku jetonin vetëm njerëzit e regjimit, ajri ishte bërë i rënd dhe i ngjeshur. Mihal Luarasi, burri i saj, kishte filluar të silej ndryshe. Ai nuk fiste më shumë gjatë darkave, hante në heshtje me sy të ulur dhe her pas here ngrinte vështrimin dhe shikonte gruan e tij me një shprehje që dukej si një përzierje shqetësimit dhe frike të fshehur. Një natë, në fillim të dhjetorit të vitit 1972, Edi u zgjua në ora të vona të natës dhe gjeti shtratin pranë saj të zbrazët. Aho dëgjoi zhurmë nga dhoma e vogël ku Mihal mbante libra dhe dosjet e tij. Kur hapi derën me kujdes, e pa atë duke djegur disa letra në një enë metalike. Kur ai e vuri re, buzëqeshi me trishtim. Mos u shqetëso, vetëm disa skicat vjetra që nuk më duhen më, tha ai. Por Edi pa diçka në ato sy që e bëri të ngrinte një mur të ftohtë brenda saj. Atë natë, ajo nuk foli asnjë fjalë, por në zemrën e saj, një farë dyshimit kishte filluar të mbinte. Në janar të vitit 1973, Edi Luarasi mori një ftesë të papritur nda një zyrtare e lartë e Komitetit Qendror të Partisë. Emri i saj ishte Neçmie Hoxha, gruaja e vet diktatorit. Takimi u caktua në një pallat qeveritar në qendër të Tiranës, një ndërtesë masive me kolonë mermeri dhe dyjer të rënda prej druri. Edi u vesh me një fustan gri të thjeshtë dhe me duar që dridheshin, hyri në zyrën ku Neçmie e priti me një buzëqeshje të ftohtë dhe të matur. Shoku e Enver të vlerëson shumë, filloi ajo. Ti e fytyra e gruas së re socialiste. Por ne duhet të jemi të sigurt se ti kupton përgjegjësinë që vjen me këtë nderim. Fjalët e saj ishin të qeta, por pasture qëndronte një kërcënim i pakoduar. Ajo foli për nevojën e pastërtisë ideologjike, për rëndësinë e besnikërisë ndaj linjës së partisë dhe për rrezikun e influencave të huaja që mund të depërtonin edhe në mjedisin artistik. Kur Edi doli nga ajo zyrë, ajo ndihej sikur kishte dalë nga një gjyq pa e kuptuar se çfarë akuze ishin bërë. Por mesazhi ishte i qartë. Ajo ishte në vëzhgjim. Çdo hap i saj po regjistrohej, çdo fjalë e saj po peshohej. Por Edi kishte një sekret që askush nuk e dinte. Në verën e vitit 1972, gjatë filmimeve të një dokumentari në Bregdetin e Vllorës, sipas disa përshkrimave, ajo takoi një burr që i dhuroi momente të rralla lirie. Ai nuk ishte pjesë e botës së artit, nuk ishte antar partie dhe nuk kishte asnjë lidhje me kinematografinë. Kur Edi e pa atë për herë të parë, duke qëndruar në skelete vjetra të portit me një cigare në dorë, dhe sy që shikonin në horizont, ajo ndjeu diçka që nuk ishte ndjer prej vitesh. Lirinë e të qenit. Thjesht grua, jo ikon, jo simbol, jo pron e askujt. Ata filluan të shkëmbenin letra. Letra të shkurtra, të fshehura në xhepa palltosh, të dorëzuara nga dora në dorë nga persona ndërmjetës që nuk bënin pyetje. Në ato letra, ai shkruante për detin, për ëndrat e tij për të lundruar larg, për një botë ku emrat dhe biografit politike nuk vendosnin kush mund të dashurojë dhe kush jo.
Dhe Edi I shkruante për frikën e saj, për ndjenjen se po jetonte në një kafaz prej ari, ku çdo gjë shkëlqente, por asgjë nuk ishte e vërtet. Në mars të vitit 1973, gjatë festimeve për ditën e gruas, Edi Luarasi duhet të mbante një fjalim në Pallatin e Kulturës. Ishte një ngjarje e madhe, e transmetuar në radio dhe e mbulluar nga të gjitha gazetat. Ajo shkroi fjalimin me kujdes, duke ndërthurur lavdërime për rolin heroik të gruas socialiste me anekdota nga filmat e saj. Por kur u ngrit në podium, para mijëra grave që duart trokiten me entuziazëm, Edi ndjeu një ndjenjë të çuditshme. Ajo pa në radhët e para miken e saj Liri Belishovën, që e shikonte me sy plot lot. Dhe pranë saj rrinte Mihal, burri I saj, me një shprehje shqetësuar. Atë moment, Edi kuptoi se diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Ajo nuk ishte më aktore, ajo ishte bërë simbol politik, dhe simbolet nuk kanë të drejtë të dashurojnë, të dyshojnë, të jenë njerëz. Kur mbaroi fjalimin, duartrokitjet ishin të gjata, por Edi nuk buzëqeshi. Ajo zbriti nga skena dhe u largua pa folur me askënd. Një javë më vonë, Liri Belishova u arrestua. Asnjë shpjegim zyrtar nuk u dha. Thjesht një mëngjes, ajo nuk u shfaq në kinostudio dhe kur kolegët pyetën, ju tha se ajo ishte larguar për arsye shëndetësore. Por fjale fshehtë u përhap shpejt. Liri ishte marrë nga sigurimi I shtetit për propaganda kundër shtetit dhe lidhje me elemente ermitësor. Edi Luarasi ndjeu një të ftohtë në kock. Ajo dinte se Liri nuk ishte bërë asgjë. Gabimi I saj vetëm ishte se kishte lindur në familjen e gabuar. Dhe tani ajo ishte zhdukur. Por çfarë tronditi Edin më shumë ishte se atë mbrëmje kur u kthye në shtëpi, Mihal ishte duke pritur me një shprehje të thyër. Dëgjova për Lirin, tha ai me zë të lodhur. Edhe mua më kanë thirrur për bisedë. Edi, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Fjala shumë të kujdesshëm tingëlloi si një paralajmërim në veshët e Edit. Atë natë ajo kuptoi se rjeti po mbyllej rreth tyre dhe se koha po mbaronte. Në qershor të vitit 1973, pas plenumit të famkesh të katërt, një letër e fshehtë arriti te Edi. Në të, ai që ajo kishte takuar në Vllorë, shkruante se kishte gjetë një mënyrë për t'u takuar. Kishte një shtëpi të vogël të braktisur në kodrat e Durrësit, larg syve të kurioz, ku ata mund të kallonin një ditë të tërë së bashku. Letra përfundonte me fjalët: "Nëse vjen, do të kuptoj se je gati të jetosh të vërtetën, jo maskën." Edi e fsheu letrën në brendësinë e një libri të vjetër dhe vendosi: ajo do të shkonte. Por ajo nuk e dinte se letra tashmë ishte lecuar nga dikush tjetër. Sigurimi I shtetit kishte vendosur kapërcije telefonik në shtëpinë e saj dhe çdo letër që hynte apo dilte ishte fotografuar dhe raportuar. Kurta ishte vendosur dhe personazhi që kishte dorëzuar informacionin ishte dikush që askush nuk do ta dyshonte. Por kush ishte ky njeri? A ishte dikush nga kinostudio apo dikush tjetër, më lart në hierarkinë e pushtetit? Dikush që kishte arsye personale për të shkatëruar Edi Luarasin. Vetëm 5 vetë dinin të vërtetën për atë që po ndodhte me Edi Luarasin në verën e vitit 1973. 3 prej tyre ishin oficer të lartë të sigurimit të shtetit, njeri ishte një sekretar I Komitetit Qendror të Partisë dhe I pesti ishte një informator me pseudonimin Shigjeta. Këta 5 veta kishin lidhur një pakt heshtjeje, një marrëveshje që do të mbetej e fshehtë për dekada të tëra. Objektivi I tyre ishte I thjeshtë dhe I tmerrshëm, të shkatronin Edi Luarasin pa lënë gjurmë publike, ta shndërronin nga ill kombëtar në fantazm dhe ta bënin këtë në një mënyrë që askush të mos guxonte të pyeste pse. Plani u thur në një mbledhje sekrete në një villë shtetërore në kodrat e Dajtit. Sipas dokumenteve të sigurimit, dikush nga rrethi I ngushtë kishte raportuar për biseda të vogla, për letra të dyshimta, për takime që Edi kishte pasur me persona që nuk ishin në rreth të besueshëm. Dhe tani, kjo person po shpërblehej për besnikrinë e tij ndaj regjimit. Në mbrëmjen e 26 qershorit, Edi Luarasi doli nga shtëpia e saj me një çantë të vogël në dorë. Ajo kishte thënë Mihalit se do të shkonte për një provë të vonshme në kinostudio, dhe ai kishte pranuar me një shqetësim të dukshëm. Por në vend që të shkonte në kinostudio, Edi mori një autobus drejt Durrësit. Zemra I rrahte me forcë ndërsa shikonte pemë që kallonin nga dritarja, dhe në mendje I kërcente fjalia e fundit e letrës. Nëse vjen, do të kuptoj se je gati të jetosh të vërtetën, jo maskën. Ajo donte të besonte se ajo zgjedhje ishte e mundshme, që mund të kishte dashur I jashtë kafazit, që mund të ishte njeri, jo simbol. Por kur zbriti në stacionin e vogël të Durrësit dhe filloi të este në rrugët e errta drejt kodrave, ajo nuk e dinte se çdo hap I saj po ndiqej. 2 burra me pallto të zeza dhe kapele të ullura mbi sy po ecnin 100 metra pas saj, dhe në xhepat e tyre kishin armë dhe dokumente të nënshkruara nga vetë ministri I Brendshëm.
Shtëpia në Kodra ishte e vjetër, me mure gjelqere që kishin filluar të bien dhe dritare pa xhama. Por kur Edi hyri brenda, ajo pas e ai kishte bërë përpjekje për ta bërë vendin mikpritës, kishte sjell një qilim të vjetër, disa jastëk dhe një lamp gazi që ndriçonte dhomën me një dritë të butë portokalli. Ai e priti me një përqafim që zgjati për ato që dukej një jetëgjatësi, dhe për një moment Edi harroi çdo gjë. Ata folën për orë të tëra. Ai i tregoi për ëndrat e tij për të lundruar drejt Italisë, për një jetë ku ai mund të ndërtonte anije jo për luftë, por për bukuri. Edi i tregoi për frikën e saj, për ndjenjen se ishte një kukull e bukur që lëvizte vetëm kur dikush tjetër tërhiqte fijat. Dhe në atë dhomë të vogël, larg botës, ata bën një premtim, se një ditë, nëse ndonjëherë Shqipëria do të hapej, ata do të iknin së bashku. Por kur ora ju bë 2 pas mesnatës, ai u ngrit dhe tha: "Duhet të kthehesh para se të zbardh." Edi e dinte se ai kishte të drejtë. Ajo e puthi, doli nga shtëpia dhe filloi të ecte përsëri nëpër rrugët e errëta. Por këtë herë, 2 burrat me palto nuk qëndruan në hije. Ata dolën përpara dhe ndërpren rrugën e saj. Edi Luarasi, ju jeni në arrest në emër të sigurimit të shtetit për veprimtari kundër shtetit socialist. Fjalët e burrit të parë ishin të ftohta, të paarsyeshme, dhe Edi ndjeu se bota po I rrotullohej. Ajo provoi të flasë, të pyes, por asnjë fjalë nuk doli. Ata e çuan në një makinë të zezë pa targa dhe mbyllën brenda. Për 7 orë, ajo u mbajt në një dhomë të vogël në komisariatin e Durrësit, pa ujë, pa ushqim, pa shpjegime. Dhe pastaj në mëngjes, ajo u transferua në Tiranë, në ndërtesën e frikshme të sigurimit të shtetit në rrugën Konferenca e Pezës. Atje, ajo u fut në një qeli të errët ku drita nuk hynte kurrë, dhe ajri ishte I ngopur me era të mykut dhe frike. Për 3 ditë, askush nuk erdhi. Ajo nuk dinte nëse ishte ditë apo natë. Ajo nuk dinte nëse ai që ajo kishte takuar ishte arrestuar. Ajo nuk dinte asgjë, përveç se jeta e saj siç e kishte njohur, kishte mbaruar. Në ditën e 4, dera u hap dhe hyri një burr me uniformë. Ai uli një karrige përpara Edit dhe hapi një dosie të trash. "Ne kemi të gjitha provat", tha ai me një zë të qetë. "Letra, takime, biseda kundër partisë dhe kemi dëshmitar." Kur Edi pyeti se cilët ishin dëshmitarët, burri buzëqeshi dhe nxori një letër me vull zyrtare. Në krye të saj shkruhej: "Deklarat në shtetasi I panjohur me pseudonim Shigjeta, bashkëpunëtor I sigurimit." Edhe në atë moment, Edi nuk donte ta besonte se dikush nga rreti I saj e kishte shitur. Por kur lexoi fjalët e shkruara me një dorëshkrim që nuk njihte, kur raportoi për humbje të moralit socialist, për lidhje me elemente të dyshimta dhe për propaganda të fshehtë kundër linjës së partisë, ajo kuptoi se tradhëtia kishte ardhur nga një vend që ajo nuk e kishte dyshuar kurrë. Dikush nga Kino Studio, dikush që ecte pranë saj çdo ditë, që buzëqeshte dhe përshëndeste, kishte zgjedhur të shpëtonte veten duke e sakrifikuar atë. Dhe për atë zgjedhje, ai apo ajo do të shpërblehej me pushtet dhe harres. Por Edi Luarasi, gruaja që dikur bëri një kom të ndëronte, do të zhytej në një errësirë që do të zgjaste 8 vjet. Emri I saj do të fshihej nga çdo kronik, fytyra e saj do të pritej nga çdo fotografi familjare, dhe historia e saj do të bëhej një sekret shteti që vetëm pak të zgjedhur e dinin. Por kush dha urdhrin final? Kush vendosi se Edi Luarasi duhej jo vetëm të dënohej, por të zhbehej plotësisht? Dhe çfarë ndodhi me Mihal Luarasi, burrin që e donte atë pa kushte, që u arrestua si armik I popullit dhe u dënua me 8 vjet burg? Këto pyetje do të mbeten të pafshehura për dekada, derisa një dosie e vjetër e harruar në një arkiv të errët do të hapet përsëri dhe do të zbulojë të vërtetën që edhe sot është e dimshme për tu dëgjuar. Edi u dërgua të punonte në fabrikën Migjeni, ku qepi rroba për vite me radhë, duke mbijetuar në heshtje dhe dinjitet. De Mihal, me një qeli të ftohtë, kur nuk e tradhtoi ato. Ai mori të gjithë faje mbi vete dhe u përpoq ta shpëtonte gruan që e donte. Por regjimi nuk fal. Ai thyen të dyja jetët, por nuk mund të thente dashurinë që I bashkonte. Në muajin e parë të punës së detyruar të Edi Luarasit në fabrikën Migjeni, asnjë gazetë nuk shkroi asnjë rresht, asnjë radio nuk përmendi emrin e saj. Ishte sikur ajo nuk kishte ekzistuar kurrë. Por brenda mureve të fabrikës Migjeni, ku gratë punonin 12 orë në ditë duke qepur uniforma ushtarake, Edi filloi të ndjente pasojat e diçkaje që shkonte përtej dënimit politik. Çdo mëngjes, kur zgjoi në barakën e ftohtë ku flinin 20 gra në krevate të ngushtë metalike, trupi I saj dridhnin jo vetëm nga I ftohti, por nga një dhimbje e brendshme që po bëhej gjithnjë më e padurueshme. Aho filloi të ndjente shenja të rënda shëndetësore, koli e saj po përkeqësohej, dhe në peshqir shfaqeshin gjurmë shqetësuese që tregonin se diçka serioze po ndodhte me mushkëritë e saj.
Por mjekët e fabrikës nuk dëshironin ta shikonin. Kur ajo u ankua tek rojtuesi, ajo mori një përgjigje që do ta ndjek për vite. Armiqtë e popullit nuk kanë të drejtë për kurrë speciale. Ajo e dinte se kishte diçka serioze. Dhimbja në gjoks rëndoje me javët, dhe nata kur ajo zgjohej pa frym, duke u përpjekur të mbushte mushkrit me ajër, ishin bërë të rregullta. Por asnjë raport mjekësor nuk u shkrua, asnjë diagnozë nuk u vu. Në dosjen e saj në sigurimin e shtetit, në kolonën e shëndetit, shkruaj vetëm një fjalë: normal. Kjo ishte gënjeshtra e parë që do ta mbante gjallë, por do ta mundonte çdo ditë. A e dinin ata se ajo po vdiste ngadalë? Apo ishte kjo një pjesë e planit, një dënim i ngadaltë që nuk linte gjurmë zyrtare? Në fabrik, Edi ishte vendosur pranë një gruaje të vjetër me emrin Drita. Ajo ishte burgosur 20 vjet më parë për të njëjtin krim. Kishte dashuruar burrin e gabuar. Drita nuk fliste shumë, por çdo ditë kur Edi kolitej dhe mbante duart mbi gjoksin për të zbutur dhimbjen, ajo e shikonte me sy plot dhemshuri. Një ditë gjatë pushimit të drekës, ajo i afroi Edit një çopë bukë të tharë dhe i pëshpëriti: "Ti je sëmur. Por të shoh, por mos u ankoma. Sa më shumë të ankohesh, aq më keq bëhet. Këtu ata të lënë të vdesësh në heshtje." Fjalët e Dritës ishin të ftohta, por të vërteta, dhe Edi mësoi rregullin e parë të mbijetesës: heshtja është armë. Kur dhimbja bëhej e padurueshme, ajo kafshonte buzën derisa nxirrte gjak. Kur kolitej me forcë, ajo mbullonte gojen me dorë dhe tunte kokën sikur të ishte vetëm një ftoje e thjeshtë. Dhe kur shihte në pasqyrë, ku fytyra e saj po bëhej gjithnjë më e verdhë dhe sytë e saj të mëdhenj të bukur po zhyte në hijet e errta, ajo mbyllte sytë dhe kujtonte skenën, dritën e reflektorëve, duar trokitjet që njëherë kishin dhënë kuptim jetës. Por askush nuk erdhi ta shpëtonte, askush nuk pyeti. Dhe nëse dikush dinte se Edi Luarasi po vdiste centimetër pas centimetri, ai zgjodhi të mos bënte asgjë. Në korik të vitit 1974, ndodhi diçka që i dha Edit një grim shpresë dhe një ocean hidhrimi. Një letër arriti në fabrik. Ajo ishte shkruar me doshkrim të dridhur dhe nënshkruar vetëm me inicalet ML. Edi e njihte menjëherë, ishte Mihall, burri i saj. Letra kishte kaluar në përcensur dhe shumica e fjalëve ishin të shpuara me bojë të zezë, por ajo që mbetej ishte mjaftueshëm për ta bërë Edin të çante në heshtje për orë të tëra. Ai shkruante: "Nuk e tradhtova. Çdo ditë mendoj për ty. Fajtor për dashuria ime nuk ka mbaruar." Fjalët ishin të thyen, por mesazhi ishte i qartë. Mihall ishte gjallë dhe ai ende e donte. Por ku ishte ai? Në cilin burg? Në cilën qeli? Dhe pse letrat e tjera që Edi dërgoi nuk arritën kurrë? Ajo shkroi 10 letra, duke lutur që t'i lejonin të takonte burrin e saj, duke kërkuar që të dinin të paktën nëse ai ishte mirë, por asnjë përgjigje nuk erdhi, vetëm heshtje. Dhe në atë heshtje, Edi filloi të dyshonte se Mihall po vuante një dënim shumë më të rëndë se i saj. Ajo nuk e dinte se sipas dëshmive të mëvonshme, Mihall Luarasi ishte në burgun e Burrelit, në kushte që shumë të burgosur përshkruanin si nëntoksore, të lagshta dhe pa dritë natyrore. Dhe se ai po shkruante letra çdo javë, por asnjë prej tyre nuk po dilte jashtë mureve të burgut. Dikush po i ndallonte ato letra, dikush po donte që ata të mos dinin asgjë për njëri tjetrin. Por kush? Dhe pse kjo mizori shtesë? Në fund të gushtit, Edi u thirr papritur në zyrën e drejtorit të fabrikës. Ajo shkoi me frikë, duke menduar se ndoshta do të merrte lajme për Mihallin ose ndoshta do të lirohej, por ajo që e priti ishte diçka tjetër. Në zyrë rrinte një burr me kostum gri, me fytyra të ftohtë dhe sy të rrept. Ai nuk u prezantua, por Edi e kuptoi menjëherë. Ai ishte nga sigurimi i shtetit. "Kemi një propozim për ty", tha ai. "Ti mund të kthehesh në jetën normale, mund të rifillosh punën si aktore, të jetosh në apartamentin tënd, të fitosh pagën tënde. Vetëm një gjë duhet të bësh." Edi ndjeu një të ftohtë në shpinë. "Çfarë?" pyeti ajo me zë të dobët. Burri u afroa dhe vuri një dosje në tavolinë. "Dëshmon kundër Mihall Luarasit. Dëshmon se ai të detyroi të bësh lidhje me elemente armiqësor. Dëshmon se ai është kreu i komplotit. Bëje këtë dhe ti do të jesh e lirë." Edi e shikoi dosjen. Brenda saj kishte një deklaratë tashmë e shkruar, ku gjithçka ishte formuluar me kujdes. Mihall si deviacionist i rrezikshëm, si manipulator që përdorte bukurinë e gruas së tij për qëllime politike, si tradhtari i vërtet. Gjithçka që Edi duhej të bënte ishte të nënshkruante. Ajo e mori dosjen, e lexoi me kujdes çdo fjalë dhe pastaj e mbili ngadalë. "Jo", tha ajo, "nuk do ta nënshkruaj kurrë." Burri e shikoi me një buzëqeshje të ftohtë. "Atëherë do të vdesësh këtu", tha ai, "dhe ai do të vdes në Burrell, dhe askush nuk do t'ju mbajë mend."
Por Edi kishte bërë zgjedhjen e saj. Ajo do të vuante, do të sëmurte, do të harrohej, por nuk do ta tradhtonte Mihalin. Kjo ishte dinjiteti i saj i fundit, pjesa e vetme e jetës së saj që askush nuk mund t'ia merrte. Kur u kthye në barak, ajo nuk foli me askënd për takimin, por atë natë ajo shkroi një letër të fshehtë, duke i gërryer fjalët në një copë të vogël prej letre të grabitur nga dritarja e zyrës. Ajo shkroi për dashurinë e saj për Mihalin, për premtimin e tyre që asnjëri nuk do ta tradhtonte tjetrin dhe për shpresën se një ditë dikush do ta gjente këtë letër dhe do ta dinte të vërtetën. Letra u fsheh brenda murit të barakës, në një vrim të vogël që Edi e mbulloi me një gurr. Ajo nuk e dinte se ajo letër do të gjendej 30 vjet më vonë, pas rënies së regjimit, dhe do të bëhej një nga dokumentet më të fuqishme që dëshmojnë dashurinë e patijshme në kohën e terrorit. Por për momentin, ajo ishte vetëm një grua e harruar, e sëmurë dhe e vetmuar, që luftonte për të mbetur njeri në një sistem që kishte shpallur jo njeri. A kishte dikush fajtor për këtë vuajtje të panevojshme? A kishte dikush që mund të kishte ndaluar këtë makinë të tmeshme? Apo gjithçka ishte thjesht rezultati një sistemi ku njerëzit ishin bërë ingranazhe, dhe asnjë ingranazh nuk kishte fuqi të ndallonte makinën? Në pranverën e vitit 1975, Edi Luarasi rat fikat gjatë turnit të punës. Kolegët e saj e gjetën të shtrirë në dysheme, me fytyrën e bardhë si dyll dhe gojën plot gjak. Për herë të parë, ata e detyruan administratën të thërriste një mjek. Mjeku erdhi pas 2 orësh, e kontrolloi me shpejtje dhe shkroi në kartel: koll kronike, rekomandohet pushim 3 ditë. Por kur doli nga doma, ai tha drejtorit me zë të ulët: ajo ka tuberkulozë në fazën e përparuar. Nëse nuk merr trajtim, do të vdes brenda një viti. Drejtori e shikoi dhe tha: nuk ka urdhër nga lart për trajtim special, vazhdo punën. Mjeku u largua pa bërë më shumë, dhe Edi u kthye në punë pas 3 ditëve, duke ditur se trupi i saj po kollitej nga brenda. Ajo nuk dinte diagnozën zyrtare, por e ndjente. Çdo frymëmarrje ishte një luftë, çdo natë ishte një përpjekje për të mbetur gjallë deri në mëngjes. Por askush nuk erdhi ta shpëtonte, askush nuk foli për të në gazeta, askush nuk kërkoi drejtësi. Ajo ishte bërë fantazm në këmbë, një grua pa emër, pa të ardhme, pa të drejtë të ekzistojë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një betejë që do të zgjaste 8 vjet, 8 vjet heshtje, 8 vjet vuajtje dhe 8 vjet tradhtie që ende nuk ishte zbuluar kush ishte përgjegjësi vërtet. Por historia e saj nuk ishte mbaruar, dhe emrat e atyre që e tradhtuan do të dilnin në dritë, një nga një, në vitet që do të vinin. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të fshehura në një bunker nëntoksor në periferi të Tiranës, ruhet një dokument që vetëm 5 persona kishin të drejtë ta shikonin. Është një kontratë e shkruar në gusht të vitit 1972, pak muaj para arrestimit të Edi Luarasit. Në krye të saj shkruhet: marrëveshje ndërmjet Kino Studios Shqipëria e Re dhe shtetases Edi Luarasi për detyrimet speciale ndaj artit socialist. Por kush e lexon me vëmendje, e kupton se ky nuk është një kontratë pune, është një akt robërie. Pika e 3 thot: aktorja nuk ka të drejtë të refuzojë asnjë rol të caktuar nga partja. Pika e 6 thot: çdo dalje publike, çdo intervistë, çdo fotografi duhet të aprovohet paraprakisht nga Komisioni i Kulturës. Pika e 10 thot: në rast shkelje të disiplinës ideologjike, kontrata anullohet dhe personi humbet të gjitha të drejtat qytetare. Në fund të dokumentit, një nënshkrim i dridhur: Edi Luarasi. Ajo kishte nënshkruar këtë dokument në vitin 1968, kur martesa e saj me Mihal ishte ende e re dhe ajo besonte se talenti i saj do ta mbrojë. Por ajo nuk e dinte se kishte nënshkruar robrinë e saj. Ky kontratë e zhderoi atë nga artiste në pronë shtetërore. Dhe kur ajo guxoi të dashuronte jashtë kufive të lejuar, pika e 10 u aktivizua si një minë që kishte qëndruar në pritje për vite. Kush e hartoi këtë dokument me aq cinizëm të ftohtë? Kush dinte se një ditë do të përdorej si armë për ta shkatëruar gruan më të dashur të Shqipërisë? Në tetor të vitit 1975, gjendja shëndetësore e Edi Luarasit arriti në një pikë kritike. Ajo nuk mund të ngrihej më nga shtrati pa ndihmën e kolegeve. Kolitja e saj kishte marrë tinguj të thellë dhe të dhimbshëm që zgjidhnin në errësirën e barakës. Një natë, Drita, gruaja e vjetër që flinte në krevatin pranë, u zgjua nga zhurma e rëndë e frymëmarrjes së Edit. Kur ndezi një pishtar, ajo pa një pamje që e tronditi. Edi ishte ullur në buzë të krevatit, duke mbajtur një copë pëllhure të gjakosur mbi gojë, dhe në sytë e saj kishte një shkëlqim të çuditshëm, si i atyre që janë në kufi me botën tjetër. Drita pëshpëriti ajo me një zë që mezi dëgjohej: unë po vdes apo jo? Drita nuk donte ta pranonte, por e dinte të vërtetën. Po, tha ajo duke ia mbështetur kokën në supë. Por ti je më e fortë se ata mendonin, ti je ende këtu.
Ajo natë Edi nuk foli më. Ajo vetëm mbajti dorën e dritës dhe qëndroi në atë pozicion derisa agoi. Dhe kur drita e parë e mëngjesit hyli nga dritarja e vogël e barakës, ajo hapi sytë dhe vendosi. Ajo nuk do të vdiste në heshtje. Ajo do të shkruante. Edhe sikur askush të mos e leconte, ajo do të linte një gjurmë. Në muajt në vijim, Edi filloi të shkruante fjalët e saj në copa letre të vjedhura nga magazina e fabrikës. Ajo shkruante natën, me një stilolaps të tujeshëm që kishte gjetur në plerat e oborit. Ajo shkruante për ditën e parë kur hyri në skenë, për duartrokitjet që dukeshin si një vallë që mbante në ajër. Ajo shkruante për Mihalin, për mënyrën se si ai e shikonte kur mendonte se ajo nuk e vinte re, me një dashuri kaq të thellë saqë fjalët nuk mund ta përshkruanin. Ajo shkruante për takimin e fundit me burrin që e donte, për premtimin e tyre që asnjëri nuk do ta trahtonte tjetrin edhe nëse qielli binte mbi kokat e tyre. Dhe ajo shkruante për tradhtin. Ajo nuk dinte emrin e atij që e kishte shitur, por dinte se ai ekzistonte. Diku, me një zyrë të ngrohtë, me një pagesë të mish dhe një ndërgjegje të vdekur, ai person po jetonte jetën e tij ndërsa ajo po vdiste. Nëse dikush lexon këtë një ditë, shkruante ajo, le ta di se unë nuk u theva. Ata morën trupin tim, por jo shpirtin. Ata fshin emrin tim, por jo dashurinë time. Dhe nëse ka një Zot, ai e di të vërtetën. Këto letra u fshehtuan në vende të ndryshme, brenda dyshekut, pas një tull të liruar në mur, në fundin e një kazetë të vjetër uji. Dhe aty, ato pritën për 30 vjet, derisa një ditë pas rënies së regjimit, një grua e re që punonte në atë fabrik e gjeti një prej tyre dhe e mori me vete. Historia e Edi Luarasit filloi të ringjallet nga heshtja, por ndërkohë, në dimrin e vitit 1976, diçka e çuditshme ndodhi. Edi mori një vizitë të papritur. Ishte një grua e veshur me rroba të errta, me një shami që mbullonte pjesën më të madhe të fytyrës së saj. Ajo erdhi në fabrik dhe kërkoi të takonte Edi Luarasin për një çështje familjare. Rojet e lejuan pas konsultimit me sigurimin dhe gruaja u udhëzua në një dhomë të vogël ku Edi po qepur uniforma. Kur ato mbetën vetëm, gruaja hoqi shamin dhe Edi e njihi menjëherë. Ishte vajza e Neshmie Hozhës, djali i diktatorit, një vajzë e re që Edi e kishte njohur në kohën kur ajo ishte ende yll. Pse erdhe? Pyeti Edi me një zë të lodhur. Vajza e shikoi me sy plot lot. Sepse unë nuk e harrova atë që ti më the një herë, tha ajo. Ti më the se dashuria është e vetmja gjë që nuk mund të marrë askush, dhe unë dua të di nëse ti ende e beson këtë. Edi u habiti. Ajo nuk e kujtonte kur kishte thënë diçka të tillë, por ajo e besonte ende. Po, tha ajo, e besoj. Vajza nxori një zarf të vogël dhe e vuri në tavolinë. Ktu ka para dhe një adresë. Nëse do të ikësh, unë do të ndihmoj. Babai im nuk do ta di kurrë. Por Edi e shikoi zarfin dhe e shtiu prapa. Nuk mund të iki, tha ajo. Mihal është ende në burg. Nëse unë iki, ata do ta vrasin. Unë nuk mund ta bëj këtë. Vajza filloi të qante. Atëherë ti do të vdesësh këtu, tha ajo, dhe askush nuk do ta di se sa e madhe ishe. Edi buzëqeshi për herë të parë në muaj. Ndonjë ditë dikush do ta di, tha ajo, dhe gruaja u largua duke e lënë zarfin pas. Edi e mori zarfin, e hapi dhe brenda gjeti një letër të shkruar me dorën e Mihalit. Ishte një letër e vjetër, e datuar 6 muaj më parë, që kurrë nuk ishte arritur te ajo. Në të Mihal shkruante: Edi, dashuria ime, unë po shkatërohem, por mendimi për ty më mban gjallë. Mos më haro, dhe mos u mërzit për mua. Unë zgjodha këtë rrugë me sy hapur. Kur mbaroi se lexuari, Edi e pallos letrën me kujdes dhe e fsheu brenda bluzës. Ajo nuk dinte kush e kishte sjellë atë letër, por dinte se Mihal ishte ende gjallë, dhe kjo mjaftonte për ta mbajtur gjallë edhe atë. Por jo të gjithë në fabrik kishin harruar se kush ishte Edi Luarasi. Në mars të vitit 1977, një nga mbikëqyrëset e reja, një grua e re me emrin Flutura, filloi të silej çuditshëm me Edin. Ajo nuk e trajtonte atë si të gjithë të bulgosurat e tjera. Ajo i sillte copë bukë shtesë, e lejonte të pushonte 5 minuta më shumë, dhe shpesh ulej pranë saj gjatë pauzave dhe bënte pyetje të vogla. Si ishe kur luaje në filma? Pyeste ajo. Çfarë ndjeje kishte ti ishe kaq e dashur? Edi nuk përgjigjej shumë, por një ditë Flutura i tha diçka që e tronditi. Unë të shikoja kur isha fëmijë, ti ishe heroina ime. Ve tani kur të shoh këtu, më vjen keq që bota është kaq e poshtër. Edi e shikoi me vëmendje. Pse më thua këto gjëra? Pyeti ajo. Flutura u ul më afër dhe ul zërin. Sepse kam një sekret, tha ajo. Unë jam e fejuar me një inxhinier që punon në Ministrinë e Brendshme, dhe ai më tregoi diçka që nuk duhet ta dija.
Ai më tha se dosja jote ka një shënim që thot të mbahet nën kontroll. Të mos I jepet kur trajtim mjekësor special, të lihet të përkeqësohet natyrshëm. Edi, ata po të lënë të vdesësh me dashje. Fjalët e fluturës ishin si një tik në zemër. Edi e dinte që diçka e tillë po ndodhte, por ta dëgjonte me zë të lartë e bëri të kuptonte shkallën e mizërorisë. Pse? Pyeti ajo me një zë të tyjeshëm. Pse ata më urrejnë aq shumë? Flutura shkundi kokën. Nuk të urrejnë ty. Ata urrejnë çfarë përfaqëson ti. Ti e prova se edhe në një sistem që kontrollon gjithçka, dashuria dhe dinjiteti ekzistojnë. Dhe kjo është më e rrezikshme se çdo armë. Por historia e Edit nuk ishte vetëm një tragjedi personale. Ajo ishte një tragjedi që prekës shumë familje. Në prill të vitit 1977, në burgun e Burrelit, Mihal Luarasi po kallonte orët e fundit të një jete që ishte shkatëruar në një sistem që nuk fal. Ai kishte humbur 35 kg. Dhëmbët ishin rënë nga mungesa e vitaminave dhe në sytë e tij kishte një shkëlqim që shokët e qelisë e njihnin. Ishte shkëlqimi I atyre që po largoheshin nga kjo botë. Një mbrëmje, ai thirri një nga të burgosurit më të rinj dhe I tha: "Nëse do të dallësh ndonjëherë I lirë, kërko gruan time. Tuaj se unë kur nuk e trahtova. Tuaj se dashurinë time për të ishte e vërtet deri në frymëmarrjen e fundit." Gjali premtoi dhe pas 2 ditësh, Mihal Luarasi u largua nga kjo jetë. Sipas raportit zyrtar, shkaku ishte sëmundje kromike, por sipas dëshmive të burgosurve, ai kishte refuzuar të hante për 2 javë, duke zgjedhur të përshpejtonte fundin e tij sesa të vuante më tej. Kur lajmi arriti te Edi, nëpërmjet një pëshpërime të fshehtë nga një roje që kishte zemër, ajo nuk bërtiti. Ajo nuk qau me zë të lartë. Ajo thjesht u mbështet në mur, uli kokën, dhe qëndroi në atë pozicion për orë të tëra. Dhe kur drita erdhi pranë dhe e pyeti, nëse kishte nevojë për diçka, Edi tha vetëm një fjalë: liri. Ajo nuk donte lirinë fizike, ajo donte lirinë e shpirtit. Dhe tani që Mihal kishte ikur, ajo I dinte se koha e saj po afrohej. Por ajo nuk kishte frikë. Ajo kishte bërë paqe me faktin se disa njerëz lindin për të ndriçuar, dhe pasi kanë dhënë dritën e tyre, ata shuhen. Por gjurmët e tyre mbeten. Dhe emri I Edi Luarasit, edhe pse ishte fshirë me urdhër nga lart, do të kthehej një ditë. Sepse e vërteta, pavarësisht sa e fshet, gjithmonë gjen një mënyrë për të dalë në dritë. Në verën e vitit 1978, në një mbledhje sekrete në një villa shtetërore pranë Durrësit, u mblodhën 5 persona që mbajnë në duar fatin e shumë njerëzve. Ishin 3 antar të biros politike, një general major I sigurimit të shtetit dhe një grua me një emër që të gjithë e njihnin, por askush nuk guxonte ta përmendnin me zë të lartë. Objektivi I takimit ishte I thjeshtë, si të menaxhohet problemi. Luarasi në një mënyrë që të mos linte gjurmë historike. Sipas një dosie që u deklasifikua shumë vjet më vonë, në atë takim u tha kjo: ajo duhet të vdes në fabrik, por pa asnjë dokument që lidh vdekjen me ne. Asnjë diagnozë zyrtare, asnjë raport mjekësor. Le të duket sikur trupi I saj thjesht nuk duroi. General majori pyeti: "Dhe nëse dikush pyet?" Përgjigja erdhi nga gruaja me emrin e panjohur: "Askush nuk do të pyes. Ne kemi kontroll mbi çdo gazetë, çdo radio, çdo shkollë. Historia do të shkruhet nga ne." Dhe kështu u vendos. Edi Luarasi nuk do të trajtohej. Ajo do të lihej të shuhej si një qiri që digjet deri në fund. Dhe kur do të vdiste, emri I saj do të mbetej I fshirë për vite të tjera. Por ata nuk e llogaritën një gjë, se dashuritë e mëdha nuk desin me trupin. Ato mbeten në kujtesën e atyre që kanë parë, kanë ndier, kanë besuar. Dhe kjo dashuri, kjo dëshmi e dhimbjes dhe forcës, do të ngrihej nga hiri dhe do të bëhej më e fortë se të gjitha urdhrat e regjimit. Mihal kishte vdekur duke e dashur ata. Edi po vdiste duke e dashur ata. Dhe në këtë dashuri, ata kishin fituar mbi një sistem që donte t'i shkatërronte. Sepse dashuria nuk vritet me burgje. Ajo nuk digjet me dokumente. Ajo jeton, edhe kur gjithçka tjetër bie në harres. Por pyetja që mbetet dhe që askush nuk e ka përgjigjur plotësisht deri sot është kjo: kush ishte personi që filloi gjithçka? Kush dha informacionin e parë që nisi këtë tragjedi? Sipas dëshmive të mbledhura nga ish punonjes të sigurimit, personi me pseudonimin Shigjeta nuk ishte një agent profesional. Ai ishte dikush në brenda kinostudios, dikush që Edi e besonte, dikush që hante në të njëjtën trijezë me të dhe buzëqeshte çdo ditë. Disa emra janë përmendur në vite. Një asistent regjisori që kishte ambicie për të marrë vendin e Mihalit, një aktore tjetër që kishte xhelozi të fshehur, një antar I administratës që ishte rekrutuar vite më parë. Por emri I vërtet nuk është konfirmuar kurrë.
Dosja me pseudonimin Shigjeta u mbyll dhe u vullosur me urdhër të veçantë dhe sot ajo gjendet në arkiva që ende nuk janë hapur plotësisht për publikun. Por një gjë është e qartë, kjo person jetoi jetën e tij pa u ndëshkuar. Ai mori shpërblimin e tij, ai mori karrierën që donte, dhe ai mori edhe diçka tjetër, një barë që do ta ndiqte deri në varr. Sepse kur dikush shkel një njeri të pafajshëm, ai nuk shkel vetëm trupin, ai shkel dhe ndërgjegjen e vet. Dhe kjo është një dënim që asnjë sistem nuk mund ta shpëtojë. Në dhjetor të vitit 1979, një grua e moshuar me një çantë të vjetër lëkure hyri në ambientet e fabrikës Migjeni dhe kërkoi të takonte drejtorin. Ajo nuk dha emrin e saj, por kur rojtuesi provoi ta ndaloj, ajo nxori një kartë identifikimi që e bëri atë të heshte menjëherë dhe të hapte derën pa një fjalë. Ajo ishte Farie Nushi, ish infermierja personale e Neshmie Hozhës, një grua që kishte kaluar 50 vjet të jetës së saj duke u kujdesur për eliten e regjimit. Tani, në vitet e fundit të jetës së saj, ajo kishte ardhur me një qëllim të veçantë. Në zyrën e drejtorit, ajo foli me një zë të ulët por të vendosur. Kam ardhur të marrë Edi Luarasin për një kontroll mjekësor në spitalin qendror. Ky është urdhri. Drejtori mori dokumentin që ajo i zgjati, e leçoi me vëmendje dhe pa vullën e kuqe zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, ai nuk mund të refuzonte. Por kur Farie doli nga zyra dhe u udhëzua drejt barakës ku Edi kalonte ditët e saj, ajo mbante në çantë diçka tjetër, një recetë false, një raport mjekësor të parafabrikuar dhe një dozë ilaçesh që mund ta mbanin Edin gjallë për disa muaj të tjerë. Kur hyri në barak dhe e pa Edin e ulur në buzë të krevatit, me fytyrën e verdhë si dyli dhe sytë e thelluar në zgavrat e kokës, zemra e vjetër e infermierës u ngushëllua. Edi, tha ajo me një zë që përpiqej të ishte i fortë, unë kam ardhur të të ndihmoj, por duhet të më besosh. Në makinën që e çoi drejt spitalit, Farie i tregoi Edit të vërtetën. Ajo nuk ishte dërguar nga ministria. Ajo kishte falsifikuar dokumentin vet, duke përdorur kontaktet e vjetra dhe njohjen e procedurave burokratike. Pse? Pyeti Edi me një zë që mezi dëgjohej. Farie e shikoi nëpërmjet pasqyrës së makinës. Sepse para 30 vjetësh kur isha e re dhe punoja në spitalin e fshatit, ti erdhe për të dhënë gjak për një fëmijë që po vdiste. Ti nuk e njeh atë fëmijë, por ti dhe erdhe. Dhe ai fëmijë isha unë. Edi nuk e kujtonte atë moment, por Farie e kujtonte çdo detaj. Ajo kujtonte gruan e re të bukur me flokë të zinj që hyri në dhomën e gjaksave dhe tha: "Merrni sa të doni, vetëm shpëtojeni." Ajo kujtonte se si Edi kishte qëndruar për 2 orë derisa mbaroi procesi dhe pastaj ishte larguar pa kërkuar asnjë falënderim. Tani është rada ime të kthej atë që ti më dhe, tha Farie, jetën. Në spital, Edi u vendos në një dom të veçantë ku mjekët e kontrolluan me kujdes. Diagnoza ishte shkatërruese, tuberkulozë në fazën terminale, dëmtime të pariparueshme në mushkëri dhe një sistem imunitar kaq të dobët sa që çdo infeksion i vogël mund të ishte fatal. Sa koka? Pyeti Farie një mjek të ri. Ai e shikoi me trishtim. 3 muaj, ndoshta 6 nëse ka fat. Por Farie nuk u dorëzua. Ajo filloi një luftë të fshehtë kundër sistemit që kishte dënuar Edin në vdekje. Çdo javë ajo shkonte në fabrik me ilaçe të futura në brendësinë e paltos, me vitamina të vjedhura nga depo qeveritare, me ushqim që ajo e paguante me pensionin e saj të vogël. Ajo i mësoi Edit se si të fshishte simptomat e smundjes para kontroleve zyrtare, se si të pinte ujë para peshimit për të dukur më e rëndë, se si të mbante qëndrimin e drejtë që të mos dukeje të jeshur. Nëse ata kuptojnë se ti je duke u përmirësuar, ata do të ndërhyjnë, i tha ajo. Duhet të dukem sikur po vdes, por pa vdekur vërtet. Ishte një ekuilibër i vrazhd midis jetës dhe vdekjes, dhe Edi e mësoi atë art me përkushtim. Por nata kur mbetej vetëm, ajo shkruante. Ajo shkruante për Mihalin, për ditën kur e pa për herë të parë dhe kuptoi se kishte gjetur shpirtin që plotësonte të sajin. Ajo shkruante për takimin e fundit me të, për premtimin që asnjëri nuk do ta tratonte tjetrin. Dhe ajo shkruante për pjetin që nuk e lëshonte. Kush ishte personi që na shiti? Kush mori shpërblimin ton duke dhënë vuajtjen ton? Këto shkrime u fshehte në vende të reja, më të sigurta, dhe Farie zotoi që një ditë kur Shqipëria të hapej, ato do të dilnin në dritë. Në prill të vitit 1980, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Një gazetar i ri italian që punonte për një revistë të vogël socialiste, arriti në Tiranë me leje zyrtare për të dokumentuar suksesin e artit proletarian shqiptar. Emri i tij ishte Marco Bellini dhe ai kishte një pasion të fshehtë për kinematografinë e Ballkanit. Gjatë vizitës së tij në kinostudion Shqipëria e Re, ai pa një fotografi të vjetër në korridorin e harruar të ndërtesës.
Ishte një fotografi nga premiera e një filmi në vitin 1968, dhe në qendër të saj rrinte një grua me një bukuri kaq të jashtëzakonshme, saqë Marko ndaloi dhe e shikoi për minuta të gjata. Kush është ajo? Pyeti ai shoqëruesin e tij zyrtar. Burri u shqetësua. Ajo nuk ka rëndësi, një aktore e vjetër. Por Marko nuk e harroi. Atë mbrëmje në hotelin e tij, ai shkroi emrin që kishte lexuar në fotografinë, Edi Luarasi, Dhe filloi të bënte pyetje. Çdo pyetje takoi me heshtje, me shmangje, me përgjigje të mpretha. Ajo nuk ekziston më. Ajo ishte armike e popullit. Ne nuk flasim për ta. Por sa më shumë njerëzit refuzonin të flisnin, aq më shumë Marko dyshonte se kishte gjetur një histori të vërtetë. Para se të largohej nga Shqipëria, Marko arriti të takonte një person që ai nuk e kishte pritur, Farie Nushi. Ajo kishte dëgjuar për gazetarin që bënte pyetje të rrezikshme, dhe ajo mori një vendim që mund ta çonte në burg. Ajo shkoi në hotelin e tij dhe i la një letër të fshehtë në nder. Në të ajo shkruante: Edi Luarasi është ende gjallë, por po vdes në një fabrik pune. Nëse dëshironi të dini të vërtetën, kërkoni në arkivat e sigurimit për dosjen me pseudonimin Shigjeta. Ajo dosie do t'ju tregoj kush e traftoi. Por kini kujdes, ata që mbrojnë këtë sekret janë të gatshëm të vrasin. Marko lexoi letrën dhe e kuptoi se kishte hyrë në një terren shumë më të rrezikshëm se sa kishte imagjinuar. Por ai nuk mund ta lëshonte. Ai fotografoi letrën, e fshiu origjinalin dhe kur u kthye në Itali, filloi të shkruante një artikull që do të publikohej 2 vjet më vonë pas vdekjes së Enver Hoxhës, kur censura filloi të dobësohej. Artikulli titullohej La donna që l'Albania ha cancellato, gruaja që Shqipëria e fshiu. Dhe për herë të parë, bota e jashtme mësoi për Edi Luarasin. Por në vitet 1980 deri në 1982, Edi vazhdoi të jetonte në pezull midis jetës dhe vdekjes. Farie e mbante gjallë me ilaçe dhe ushqim, por trupi i Edit po shkatërrohej. Dhëmbët ishin rënë, kockat e saj dukeshin nëpër lëkurën e hollë dhe zëri i saj kishte marrë një cilësi të çuditshme sikur vinte nga nëndeu. Po shpresa erdhi në një formë të papritur. Në maj të vitit 1981, pas vdekjes së Mehmet Shehut, regjimi filloi të bëhej më kaotik. Luftërat e brendshme për pushtet bën që shumë dosje të harrohen, shumë urdhëra të mos zbatohen dhe shumë njerëz të burgosur të lirohen pa u zbuduar arsyet. Dhe në këtë kaos, një dokument i ri u fut në dosjen e Edi Luarasit. Ishte një urdhër i nënshkruar nga një zyrtar i ri që nuk ishte pjesë e rjetit të vjetër. Edi Luarasi të lirohet për arsye shëndetësore, të kthehet në banesën e saj të mëparshme. Kur Farie lexoi këtë dokument, ajo nuk mund ta besonte. Ajo thirri Edin dhe ja tregoi me duar që dridheshin. Ti do të lirohesh, tha ajo. Edi e shikoi dokumentin dhe nuk buzëqeshi. Ajo thjesht tha, por Mihall nuk është më këtu për ta parë. Në gusht të vitit 1981, Edi Luarasi doli nga fabrika Migjeni për herë të fundit. Ajo kishte kaluar 8 vjet atje, 8 vjet që kishin shkatëruar trupin, por jo shpirtin. Kur u kthye në apartamentin e saj të vjetër në bllokun e artistëve, ajo e gjeti atë të zbrazër dhe të plaçkitur. Mobiliet ishin marrë, fotot ishin ngrisur dhe në mulet e bardha kishte vetëm njolla të verdha nga lagështja. Por në një cep, në një daras që kishte rënë, ajo gjeti një kuti metalike të vjetër. Kur e hapi, brenda kishte një stiv letrash të shkruara me dorën e Mihalit. Ishin letra që ai kishte shkruar prej burgut, letra që kur nuk ishin arritur te ajo, por që dikush i kishte mbajtur për më vonë. Në letrën e fundit, e datuar 2 ditë para vdekjes së tij, Mihall shkruante: Edi, dashuria ime, nëse do të lecosh këtë një ditë, do të thotë se ti ke mbijetuar. Dhe kjo është gjithçka që unë kërkova, që ti të mbijetoje. Jo për mua, jo për ta, por për vetveten. Sepse ti e dëshmi se dashuria ekziston edhe në ferr. Dhe kjo është më e fortë se çdo pushtet. Edi lexoi të gjitha letrat njërën pas tjetrës, dhe kur mbaroi, ajo i pallos me kujdes dhe i vendos pranë zemrës. Ajo nuk qau. Ajo thjesht ull në dysheme të zbrazët dhe qëndroi atje derisa nata ra. Por historia e Edit nuk mbaroi me lirimin. Ajo jetoi edhe 10 vjet, duke u përpjekur të rindërtonte një jetë nga copa të thyer. Ajo nuk u lejua të kthehej në kinostudio. Emri i saj mbeti ndaluar në media deri në vitin 1991, dhe kur regjimi ra, ajo ishte bërë një fantazme harruar. Por në vitin 1993, kur arkivat e sigurimit filluan të hapen, një gazetar i ri shqiptar mori dosjen me pseudonimin Shigjeta dhe filloi ta lexonte. Atje ai gjeti emrat, ai gjeti raportet, ai gjeti provat se kush kishte tradhtuar Edi Luarasin. Ishte një person që askush nuk e kishte dyshuar.
një sekretare e thjeshtë e kinostudios me emrin Olga Plaku. Një grua e heshtur që kishte punuar atje për 30 vjet dhe që kishte vdekur në vitin 1988 pa u zbuluar kurrë. Ajo kishte qenë shigjeta. Ajo kishte raportuar çdo bisedë, çdo takimi, çdo dyshim. Dhe për këtë, ajo kishte marrë një apartament më të madh, një pagj më të lartë dhe një jetë pa frikë. Por sipas dëshmive të fëmijëve të saj, ajo kishte jetuar vetëm, pa miq, pa familje. Dhe në vitet e fundit të jetës, ajo fliste vetëm me veten dhe bërtiste në gjumë. Faji kishte gërryer shpirtin e saj nga brenda. Në vitin 1995, Edi Luarasi u intervistua për herë të parë pas 18 vjetësh heshtje. Intervista u transmetua në televizion, dhe kur ajo shfaqet në ekran, njerëzit që e mbajtën mend nga ditët e lavdis filluan të qanin. Ajo nuk ishte më gruaja e bukur me sytë mdhenj dhe buzëqeshjen e ndriçuar. Ajo ishte një grua e vjetër me flokë të bardhë, me fytyrën e gërryer nga vuajtja dhe me një zë që dridhej nga emocionet. Kur gazetarja e pyeti si harruat të mbijetoni, Edi buzëqeshi për herë të parë. Nuk mbijetova vetëm ta ajo. Mbijetova me dashurinë që Mihal më dha, me mbështetjen e njerëzve të mirë si Farie dhe me besimin se një ditë e vërteta do të dëgjohej. Kur e pyetën nëse ajo i fali ata që e tradhtuan, Edi u mendua për një kohë të gjatë. Unë nuk i fal ta ajo, por as nuk i urej. Ata zgjodhen të shpëtonin veten duke shkatëruar të tjerët, dhe tani ata jetojnë me atë zgjedhje. Intervista u bë virale në Shqipërinë e Re, dhe për javë të tëra, njerëzit diskutuan për historinë e Edi Luarasit. Disa e quan heroik, disa thanë se ajo ishte viktime një sistemi, dhe disa thonë se ajo kishte zgjedhur dashurinë mbi sigurinë, dhe kjo ishte më e fortë se çdo manifest politik. Edi Luarasi vdiq në tetor të vitit 1998, në moshën 63 vjeç. Ajo vdiq në shtëpinë e saj, e rrethuar nga miqtë e pakta që i kishin mbetur. Sipas Faries që ishte pranë saj deri në momentin e fundit, fjalët e fundit të Edit ishin: Mihal, unë vi. Kur lajmi i vdekjes së saj u përhap, mijëra njerëz erdhën në funeral. Disa prej tyre ishin njerëz që e kishin parë në filma kur ishin fëmijë, disa ishin njerëz që kishin punuar me të në fabrikë, dhe disa ishin njerëz që nuk e kishin njohur kurrë, por që kishin dëgjuar historinë e saj dhe kishin vendosur se ajo meritonte nderim. Në varr u vendos një pllakë thjesht prej guri me emrin e saj dhe vitet e jetës, por pas 2 javësh dikush shtoi një fjalë të gdhendur me dorë. Ajo deshi dhe ajo vuajti, por ajo nuk u thye. Kjo fjalë mbetet atje edhe sot. Por historia e Edi Luarasit nuk mbaroi me vdekjen e saj. Në vitet që erdhën, dosja e saj u bë objekt studimi për historian, gazetar dhe artist. U shkruan libra, u produan dokumentar, dhe emri i saj u kthie nga harrimi në dritën e ditës. Dhe në vitin 2021, një organizatë të drejtave të njerëzit në Shqipëri kërkoi zyrtarisht që shteti të kërkonte falje për mënyrën se si kishte trajtuar Edi Luarasin. Kërkesa u aprovua, dhe në një ceremoni të veçantë, emri i saj u vendos në rrugën e kujtesës në Tiranë, pranë emrave të viktimave të tjera të diktaturës. Por pyetja që shumë njerëz ende bëjnë është kjo: a kishte Edi Luarasi zgjedhje tjetër? A mund të kishte mbijetuar nëse kishte pranuar kompromisin që i ofruan? Dhe a është dashuria vërtet më e fortë se frika? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjemi me zemrën tonë, sepse historia e Edit nuk është vetëm një histori për diktaturën. Është një histori për zgjedhjet që bëjmë kur jemi në presion, për dashurinë që zgjedhim mbi sigurinë dhe për dinjitetin që ruajmë edhe kur gjithçka tjetër na merret. Miq të dashur, historia e Edi Luarasit është një dëshmi e fuqisë së shpirtit njerëzor përballë një sistemi që donte ta shkatëronte çdo gjë që e bënte atë njerëzore. Por çfarë mendoni ju? A ishte Edi viktime një regjimi mizor, apo zgjedhjet e saj personale e sollën në këtë tragedi? A meriton ajo të quhet heroike, apo ishte thjesht një grua që deshi dhe vuajti si shumë të tjerë? A duhet të fajsojmë personat individual si shigjeta, apo sistemi i tërë është përgjegjësi për atë që ndodhi? Shkruajini mendimet tuaja në komente. Thoni nëse e njihni historinë e Edi Luarasit nga familjet tuaja, nga fëmijët tuaj, nga kujtesa e qytetit tuaj. Na tregoni nëse mendoni se dashuria vërtet mund të mposhtë frikën, apo nëse kjo është vetëm një parallë e bukur që na ngushëllon. Vendosni një pëlqim nëse mendoni se ajo histori duhet të rrëfehet gjithnjë më shumë, që brezat e rinj të kuptojnë çfarë vuajtjesh kanë kalluar prindrit dhe gjyshërit tanë. Dhe abonohuni në kanalin ton, sepse do të vazhdojmë të zbulojmë histori të harruara që meritojnë të dëgjohen. Faleminderit që ishit me ne deri në fund, dhe mos harroni, historia nuk shkruhet vetëm nga fitimtarët,
Ajo shkruhet edhe nga ata që guxojnë të kujtojnë.